Një aksident i frikshëm është regjistruar pas ditën e sotme në hyrje të tunelit të Llogaras, në aksin Orikum-Himar. Sipas informacioneve paraprake, një automjet që po udhëtonte drejt Himarës është përplasur me barierat metalike anësore të rrugës. Si pasojë e goditjes së fortë, një pjesë e mbrojtëseve ka depërtuar brenda mjetit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke krijuar një skenë të frikshme për dëshmitarët okular. Siç shihet edhe nga pamjet, bariera ka hyrë në trupin e makinës, duke e shpuar atë, ndërsa automjeti ka mbetur i bllokuar në anë të rrugës. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë policia, zjarrfiksja dhe ambulanca. Burime bëjnë me dije se është plagosur vetëm shoferi, i cili është transportuar me urgjencë drejt spitalit. Gjendja e tij shëndetësore ende nuk dihet. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.